është programi. Ky useri që sapo loguam është administrator dhe ka të drejtat të plota. Këtu kemi dokumentat, regjistrojmë faturat e blerjes, mund të bëjmë faturë shitje me cash, me bank, me NIP, të gjitha llojet e faturave. Këtu te çelje kemi artikujt. Këtu shtojmë dhe modifikojmë artikujt, çmimet, ndryshojmë, shtojmë grupet, kategoritë se si do në shfaqen artikujt në post. Kolona këtu printon është në rastet kur kemi më shumë se një printer, që kemi banak, kuzhinë, piceri. Kemi një sërë raportesh, shitjet. Për shembull, për këtë muaj sa shitje kemi bërë. Kemi raportet të tjera, artikuj, jarka, furnitor, banka, blerje, klient, shitjet. Këtu te post bar është paneli i barit që punohet me tavolinë. Është super i thjeshtë në përdorim. Këtu lart kemi kategoritë ose grupet dhe poshtë na shfaqen artikujt. Nëse klikojmë te një grup, shfaqen vetëm artikujt që i përkasin këtij grupi. Zgjedhim dy artikuj, këtu ndaj punët printohet porosit te printerat përkatës, banak, kuzhinë ose piceri, dhe tavolina mbahet e hapur për të shtuar sërish porosi. Mund të futemi të hedhim prapë porosi, i themi sërish ndaj punët, dhe automatikisht printohen punët në printerat përkatës. Këtu pastaj kemi për të parë çfarë ka tavolina, dhe i themi fiskalizo për të krijuar një faturë fiskale, ose butonin tjetër për të mbyllur një faturë menaxheriale dhe printohet fatura përmbledhëse për klientin.